Kur neve na ndodh diçka e pakëndshme në jetën tonë, si veprojmë? A ja vëjmë fajin mbar botës, apo në ato momente kthehemi sinqerisht me përulje tek Allahu fuqiplot? Besimtari e zgjedh të dytën. Me përulje dhe me plot përgjërim e sinqeritet kthehemi tek Allahu dhul xhelal. Çfarë do që na godet në jetën e kësaj bote, nga se në mënyrën shumë të thjeshtë Kurani na ka mësuar, ne jemi të Zotit dhe tek Zoti do të kthehemi. Çfarë do lloj fatkeqësie që neve na prek e na godet në këtë botë, ne i themi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Allahut, tek ai do të kthehemi. Bukur shumë. Kalojmë tek ajeti 18, që është vazhdimsi e këtyre aspekteve kuptimore. Thot Allahu dhul xhelal, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimu al-khabir. Ai Allahu është dominues mbi robërit e tij. Ai Allahu është i urti dhe është mirë i informuar për çdo gjë, për sjelljet, veprimet tuaja, gjendjen tuaj, rrethanat tuaja e kështu me radhë. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Ai Allahu është dominues mbi robërit e tij. Kuptimi i këtij ajeti është se asnjë forcë e fuqi në tokë nuk mund t'i bëj ball, nuk mund t'i rezistoj, e as që mund të ndryshoj vendimin hynor, nga sa është qahirun fawqa ibadihi, ai i dominon robërit e tij. Allahu t'i takon sundimi absolut, vëllezër dhe motra. Për fat të keq, ne nga pamëshira dhe vrazhdësia e madhe e botës materiale, materializmit. Keni parasysh kur thon materializmi, ju e keni parasysh, materializmi është armiku i shpirtit. Materializmi është ata që njerëzit nuk dëshirojnë t'i lëjnë që ata jetën e tyre ta jetojnë në rrugën e Zotit, por ata çdo gjë e fillojnë dhe e mbarojnë dhe jetën e tyre e shohin vetëm brenda botës materiale dhe në këtë botë. Nga pamëshira e madhe e botës materiale dhe materializmit, ne shumë herë ligështohemi dhe e harrojmë këtë parim shumë më rëndësi. Nuk duhet të harrojmë asnjëherë. Mos haro ajetin 18. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Ai Allahu është ai i cili i dominon robërit e tij.